Populli i Kosovës edhe një herë tjetër e ka shpëtuar Kosovën nga politikanët, duke shpalosur sërish një fakt të rëndësishëm, se ka nervin demokratik më të zhvilluar në Ballkan. Nga rezultatet preliminare del se qindra mijëra votues kanë hequr dorë nga Albin Kurti, për shkak të politikës së tij të ndytë, ku energjia koncentrohet jo rreth punës, por rreth kampanjave të smirës, frikës, urrëties e përçarjes. Por ata nuk janë dorëzuar as politikave apatike, përtace e të plagështa partive opozitare. Prej se Kosova mban zgjedhje të lira, nuk ekziston një politikan tjetër që populli ka shpërblyer me votë sa Albin Kurti. Dhe paradoksalisht, nuk ekziston asnjë tjetër politikan përveç Albin Kurtit që ka përbuzur kaq shumë këtë votë popullit. Është krejtësisht e çuditshme e gati enigmatike, pse Albin Kurti përçmon kaq shumë njerëz që e votojnë. Ai sillet me shqiptarë sikur i kanë bërë diçka, sikur kanë detyrime ndaj tij. Kur populli ja jep 51.1% për të qeverisur, përqindjes që kanë dhënë kujt, ai vendos të mos qeverisë por kërkon sërish zgjedhje. I do 60% tash. Pa treguar asnjëherë të vetëm se çka saktësisht i duan edhe 10% tjera. Mon total që 6 vjet është pushtet Albin Kurti, dhe për 6 vjet e ka stagnuar ekonominë krejtësisht. Sistemi shëndetësor është në gjendje mbijetese, shkollat më dobta se kur, cilësia s'është më as pretendim, reduktimet të rrymës kthyer pas kaq shumë vjetësh, ministra me akt akuza, vjedhje, skandale, mospunë dhe gjitha këto kombinuara me një farë atmosfere zymësie, urrëtie, frike, fushata linçuese, përplasje të pakuptueshme, tensione që s'ndalen, dhe krejt kjo vetë se do Albin Kurti. Ama askush nuk e kupton saktësisht pse. Çka i duhet këtij njeriu që në shoqëri me ndjenjë kaq zhvilluar demokracie, me sentiment perëndimor e me potencial kaq të madh për lullëzim, ta rrëmbej në botën e këtij të kaosit e ta udhëheq me mendësi gjysmafioze. Gjithçka dëshon ta fliq, ta përlyj, ta dëmtoj. Udhëhecët e UÇK-s radhazi akuzoi se kanë tradhuar idealet, pastaj se shitën aspiratën për bashkim, pastaj se falen toka, pastaj se tradhuan komin e shtetin që ata vetë ndihmuan të linte. Shonte amerikanët për kolonizues, për ndihmorët për eksploatues, shonte pavarësinë për çështë flamurin, tallte himnin, kallte parlamentin, në vetë flakën qeverisë, gjunte me gur stacione policisë, me vezë politikan. E kur këto si mjaftoi shkojnë në Shqipëri shonte Edi Ramën, kalojnë në Maqedoni shonte Ali Ahmetin. Ç'a është ky njeri? Kur i duket se është një marrëveshje e afër përmes ndërmjetësimit të amerikanëve shon Amerikën, kur i duket se marrëveshja mund të vinë nga europianët shon Evropën, kur kompaninë ndërkombëtare duan të vinë për të investuar në Kosovë, i shon kompaninë ndërkombëtare, kur janë ata, i shon biznesmenët e Kosovës, i çun oligark, oponent politik, herë zullumçar, herë hajna, herë miza, herë të tjerë mbiemra, të tjera ofendime. Çao ky njeri? Shon media, shon prokuror, diku shon të policë të ushtarët e FSK-s. Madje shonte, siç e thoshte vetë diku, çdo që është i suksesshëm. Njerëzit që kanë sukses sot në Kosovë janë bukur si dallavergji, për mos më thonë kriminale. Qytetarët e Kosovës nuk i kanë bërgjë askujt. Asgjë. As më tepër një personi krejtësisht pa dëshmum, si Albin Kurti. Si person që jeton për t'u anku, bes ja ka marrë noti popullit që ja hoqi çdo arsyetim potencial, duke i dhënë krejt çfarë ai kërkoi. Por jam i bindur se populli tashmë ka kuptuar se krejt çfarë ka për të ofruar Albin Kurti është një ankesë më shumë, një kërkesë më shumë. Një zemrim më tepër, një bllokadë shtesë. Instinkti i shëndosh i shoqërisë kosovare të dielën vendosi ta kthejë ekuilibrin, duke refuzuar edhe mlefin e elanin për përçarje e mos punën e Albin Kurtit, por edhe plagështinë e skajshme të ish opozitës, duke dëshmu edhe një herë tjetër se qëndron shumë më lart si shoqëri se politikanët që udhëheqin.